Lajme haha. Tani ndalemi tek lajmet më të rëndësishme të muajit. Qeshni me ne në lajmet haha. Lajme nga venti. Delet fluturuese pushtojnë qiellin e Kërçovës. Banorët e habitur të Kërçovës pan këtë javë turma delesh duke notuar në qiell. Mësohet se Bari Ulami, duke dashur t'i kursej nga balta e prillit, i kishte lidhur me balona heliumi. Policia po heton incidentin, ndërsa delet, pas një shëtitje të këndshme, ulën shëndosh e mirë në kullotat e tyre. Zogu me stilist personal në Kërçovë. Një zog i vogël, i cili jeton në parkun e qytetit, është parë duke mbajtur në sqep fije të ndryshme me ngjyra dhe duke i sistemuar në fole. Më vonë u zbulua se zonja Hatigje, e apasionuar pas modës, i hidhte zogut rregullisht copa pëlhurash dhe ruaza të ndryshme, duke i kthyer folen e tij në një kryevepër të vërtetë. Mollët e çuditshme të Kërçovës fillojnë të këndojnë. Fermerët në fshatin afër Kërçovës raportuan se mollët e tyre kishin filluar të lëshojnë tinguj të lehtë si këngë. Ekspertët mendojnë se kjo ndodh për shkak të një lloji të rrallë insekti që jeton brenda tyre dhe vibrimet e tij krijojnë këtë melodi të çuditshme. Banorët po shijojnë koncertet e tyre të veçanta të pemëve. Statujat e Kërçovës vishin me shalla gjigante. Gjatë natës, dikush me shumë humor ka vendosur shalla të mëdha të thurura me dorë rreth statujave të ndryshme në qendër të Kërçovës. Askush nuk e di se kush është stilisti misterios, por statujat tani duken shumë të ngrohta dhe qesharake. Uji i qezmave në Kërçovë shijon si lule shtydhe. Shumë fëmijë në Kërçovë ishin të surprizuar kur zbuluan se uji i qezmave të tyre kishte një shije të lehtë lule shtydheje. Pas hetimeve të shumta, u zbulua se një kamion me lëng lule shtydheje ishte përmbysur pranë rezervuarit kryesor të ujit, duke i dhënë ujit një aromë dhe shije të ëmbël për disa ditë. Tani të gjithë pinë ujë me qef. Lajme nga bota. Një dhelpër në Angli porosit ushqim të shpejt online. Pronarët e një shtëpi në Londër u habitën kur pa një dhelpër duke lëpirë derën e tyre. Kur kontrolluan kamerat e sigurisë, zbuluan se dhelpra kishte shtypur zile disa herë gjatë natës. Ndoshta kishte dëgjuar për shërbime shpërndarjes së ushqimit dhe po provonte fatin. Një papagall në Australi mëson të imitoj zhurmën e sinjalit të mos hyr. Punonjësit e një ndërtesë në Sydney po çuditeshin pse dëgjonin vazhdimisht zhurmën e sinjalit të mos hyr. Edhe kur dera ishte e hapur, më pas zbuluan se fajtori ishte një papagall i zgjuar që kishte mësuar ta imitonte atë në mënyrë perfekte. Një grup turistësh në Itali humbasin duke ndjekur një hartë të vizatuar nga një fëmijë. Një familje turistësh në Rom i kërkoi ndihmën një djali të vogël për të gjetur Kolosseun. Djali me entuziazëm vizatoi një hartë, por udhëzimet e tij e çuan turistët në rrugica të ngushta dhe parqe të çuditshme. Më në fund ata gjetën Kolosseun, por me siguri kishin një histori qesharake për të treguar. Një qytet në Amerikë shpall ditën e këpucëve të çuditshme. Banorët e një qyteti të vogël në Shtetet e Bashkuara vendosën ta festojnë muajin prill duke shpallur një ditë ku të gjithë duhej të mbanin këpucët më të çuditshme që kishin. Rrugët u mbushën me njerëz me çizme plazhi, atlete të ndryshme dhe madje edhe këpucë të bëra nga fruta. Një peshk në Japoni përgjigjet kur i flasin. Një pronar i një akuariumi në Tokyo pretendon se peshku i tij i artë, të cilën e quajnë Bubi, reagon kur i flet, me një lëvizje të veçantë të bishtit. Shkencëtarët janë skeptike, por pronari insiston se Bubi është një peshk shumë i sjellshëm dhe i dëgjueshëm. Lajme nga sporti. Një ekip futbolli në Angli stërvitet me topa gjigant. Trajneri i një ekipi amator në Angli, duke dashur t'i bëjë stërvitjet më interesante, vendosi të përdor topa futbolli 2 herë më të mëdhenj se normalja. Lojtarët u dukën si miza, duke u përpjekur t'i kontrollonin topat gjigant. Duke krijuar skena qesharake në fushë, tifozët nuk pushuan së qeshuri. Një garues në një maraton në Australi ndalet për të ndihmuar një koala të kalojë rrugën. Gjatë një maratoni në Australi,
një garues i vëmendshëm vuri re një koala të vogël që po përpiqej të kalonte rrugën e mbushur me njerëz. Pa hezituar, ai kaloi dhe e shoqëroi koalën e hutuar në anën tjetër të rrugës. Duke marrë duartrokitjen nga spektatorët dhe duke humbur disa pozicione në garë, por me siguri fitoi zemrat e të gjithëve. Një lojtar bejsbolli në Amerikë tenton të kapë një mis me kapelen e tij. Gjatë një ndeshje bejsbolli në Shtetet e Bashkuara, një mis bezitse filloi të fluturonte rreth kokës së një lojtari. I frustruar, lojtari hoqi kapelën dhe u përpoq të kapte mizën me të, duke bërë një lëvizje qesharake, që bëri të gjithë stadiumin të shpërthente në gas. Miza, natyrisht, shpëtoi. Një ekip basketbolli në Spanjë feston një kosh të gabuar. Në një ndeshje basketbolli, mjaft të tensionuar, në Spanjë, një lojtar shënoi një kosh. Në koshin e ekipit të tij, i emocionuar nga gjuajtja, ai filloi të festojë me shokët e tij të skuadrës, të cilët fillimisht u bashkuan me festën para se të kuptonin gabimin qesharak. Trajneri nuk duke shumë i argëtuar. Një garë me kuaj në Irlandë ndërpret nga një tuf delesh. Gjatë një gare me kuaj në Irlandë, papritmas një tuf e madhe delesh vendosi të kaloj pistën. Gjokejt detyruan të ngadalsojnë dhe të manëvorojnë mes deleve të hutuar, duke krijuar një skenë kaotike, por shumë qesharake. Komentatorët mezi përmbajtën të qeshurën. Motin. Shi me petale lulesh në Japoni. Banorët e disa qyteteve në Japoni u habitën kur panë se bashkë me shiun filluan të binin edhe petale të shumta lulesh. Qershie. Duket se një erë e fortë e kishte shpërndar lulet e qelura dhe shiu i kishte shoqëruar ata në një stuhi romantike dhe të pazakontë. Një re në formë patatje të skuqura shfaqet mbi Belgjikën. Shikuesit e qiellit në Belgjik u argëtuan kur panë se një re që dukej saktësisht si një pako e madhe me patate të skuqura. Disa thanë se mund të ndjehej edhe aroma e tyre. Meteorologët shpjeguan se ishte thjesht një informacion i rrallë kumulues, por imagjinata e njerëzve fluturoi lart. Erë aq e fortë në Skoci sa lëvizën lopët. Fermerët në Skoci raportuan për erëra të pazakonta të forta që dukeshin sikur po i shtinin lopët nëpër kullota. Disa lopë sufer u panë duke rrëshqitur disa metra pa e lëvizur këmbën. Breshër me madhësi arrash kokosi në Florida. Banorët e Floridës u zgjuan nga një zhurmë me pazakont dhe zbuluan se një stuhi e çuditshme breshëri kishte sjell kokra breshëri sa madhësia e arrave të kokosit. Njerëzit dolën jashtë për t'i mbledhur duke i krahasuar me topa të vegjël akulli tropikal. Parashikimi i motit thot, ndoshta diell, ndoshta jo, ndoshta pinguin. Një prezantues i motit në një televizion lokal në Zelandë e Re u bë viral për parashikimin e tij të çuditshëm. Ai shpjegoi se modelet kompjuterike ishin shumë të qëndrueshme edhe e vetmja gjë e sigurt ishte se mund të ndodhte çdo gjë, ndoshta edhe të binin pinguin nga qielli. Kërçovarët mbjellin çadra nëpër balkonet për t'i rritur hije. Pas disa ditësh me diell të fortë, disa banor të Kërçovës me humor filluan të vendosin çadrat e hapura në balkonet e tyre, edhe kur nuk kishte shi. Ata thanë se po përpiqeshin të mbillnin një hije shtesë për ditët e nxehta që mund të vinin. Era e Kërçovës luan me tabelat e qytetit.
Disa tabela të rrugëve dhe bizneseve në Kërqov u kthyen nga era e fortë në drejtime të çuditshme, duke shkaktuar konfuzione dhe të qeshura te kalimtarët. Dikush bëri shaka se era po provonte të riemërtonte rrugët e qytetit. Parashikimi i motit lokal ofronte një shans 50-50 për diell ose diell shumë të fortë. Prezantuesi i motit në stacionet lokal të Kërqovës ishte i njohur për parashikimet e tij të thjeshta. Për një ditë të caktuar prilli, ai tha: "Nesër kemi 50% shans për diell dhe 50% shans për diell shumë të fortë. Ju zgjidhni se si ndiheni." Një grup fëmijësh në Kërqov ndërtoi një makinë shiu nga shishet plastike. Të frymëzuara nga shirat e prillit, një grup fëmijësh krijues mblodhën shishe plastike dhe i lidhën së bashku për të krijuar atë që ata e quanin makina e shiut. Ata e mbanin mbi kokat e tyre duke bërë zhurmën e shiut duke argëtuar fqinjët.